Jam një vajzë, lejohet mbulesa shembull me tunik i bie fustan deri në gjunjët e pastaj me pantallona poshtë. Mbulesa e femrës muslimane ka disa kritere që duhet plotësohen. Pra nuk mund të shpikim modele të reja të mbulesës, siç ndodh me tiktokistet apo me reklamistet apo me këto blogeret etj. Hijabi, shamia në islam duhet plotësoj disa kritere. 1, duhet të mbuloj të gjithë trupin e femrës, dolën pantallonat e këto muhabetet që është bërë pyetja. Duhet të jetë jo i të i dukshëm, pra duhet të jetë mbulues. 3, nuk duhet të jetë me le të themi zbukurime të atilla apo ngjyra të atilla që tërheqin vëmendjen e meshkujve. 4, duhet të jetë i gjerë dhe nuk bën që të jetë i ngushtë. Flasim çfarë thot Islami për hijabin, që do të thotë hijabi i femrës muslimane nuk dallohet nga trupi i saj asgjë. Jo me hijab, edhe nën hijab lexohen madje edhe muskujt, madje edhe kokrizat se si janë. Kjo pastaj Allahu e lehtësoft. 5, nuk duhet që hijabi i femrës muslimane të ngjasoj me rrobat e meshkujve. Pra duhet të jetë rob e gjinisë femrore. Mos të ketë asnjë lloj specifike që është rob meshkujsh. Për shembull, bluze veshin meshkujt. Për shembull. 6, nuk duhet të ketë asnjë lloj ngjashmërie me rrobat e kategorive të cilat janë jo muslimane, që janë të njohura me një lloj modeli të caktuar rrobesh. Grupe të humbura, deviacione apo fe dhe besime të tjera që kanë një model stil që dihet ky lloj stili është i këtij deviacioni apo i këtij feja apo besimi tjetër. Femra muslimane nuk duhet ta ketë, nuk duhet ngjasoj me të. Të derdhet nga koka mbi supe. Faktikisht këtë kusht nuk e gjejmë askund të shkruar. Po pse e solle ti? Sepse nuk është imagjinuar ndonjëherë hijabi në Islam mos të jetë i tillë, ka që kjo që thash unë tani përmendet në Kur'an dhe askush se përmend. Në librat e fikut, askund nuk e gjen këtë kusht që e thash unë tani. Të derdhet nga koka mbi supe. Pse? Sepse është e përmendur në Kur'an edhe e kanë bërë si të mirëqen. E kanë bërë si të mirëqen. Po faktikisht për kohën që jetojmë duhet përmend. Hijabi i femrës muslimane derdhet nga koka mbi supe, mbi gjoks. Po mirë do thotë ndonjëri në bazë të kritereve i bie që shumë ndoshta prej gocave të reja, sidomos prej vajzave të reja, prej motrave të reja, si plotësojnë shumë prej këtyre kritereve. E vërtetë është. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, kjo fe do të bëhet si e huaj, si e panjohur. Mbajtja e fesë dhe e besimit është sikur me mbajt prush në dorë. A mund dot njeriu prush në dorë? S'mund dot. Mund ta marr pak edhe e lshon më një herë. Pse? Se e djeg. Kështu është të bërë edhe sot. Dhe përmendet një kusht tjetër i fundit që thotë s'duhet të jetë i lyer me aromëra në mënyrë që mos tërheqi vëmendjen. Pra, nëse plotësohen këto kritere, do të thotë që kemi të bëjmë me një hijab tamam. Tani po njerëzit janë të rinj në Islam, sa kanë filluar, po e vendosin. Elhamdulillah, Zoti i shpërbleft, nuk ka se problem. Ama ne themi kriteret e hijabit janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kritere. Për këtë arsye i tha Zoti gravet profetit alayhi salatu selam, vajzave të profetit alayhi salatu selam,
dhe grave të besimtarëve të asaj kohe, dhalike edna e yu'rafna fala yu'dhain. Duhet fiksoj motra besimtare, motra muslimane që ndërmer këtë hap mrekullueshëm, hapin e hijabit, shamnis, se qëllimi është çfarë? Fala yu'dhain, që mos të bëhen objekt shqetësimi. Pra ky është qëllimi. Që me këtë hijab, me vendosin e këtij hijabi, kësaj robe pra të mrekullueshme të bukur, mos shqetësohet nga askush. Pra të ketë hije, të ketë nur, të ketë dritë, të ketë peshë, të ketë rëndesë, të ketë respekt, të ketë vlerë. Ky është synimi, ky është qëllimi. Jo, burra, si ta bëjmë hijabin, se si të tërheqim më shumë vëmendjen laikistave në Facebook, apo në internet, apo në Instagram, apo TikTok, e kështu me radhë. Jetojmë në një kohë të vështirë, kohë sprovash. Zoti na fal, e Zoti na uzoft, po me të vërtet po shohim gjëra që brezi jon nuk i ka pas menduar se mund të ndodhin. Mendoheshin që të ndodhen nga të tjerë që s'kan lidhje me fenë dhe me islamin, po kur po ndodhin nga fëmijët e muslimanëve, fëmijët tanë, kjo pastaj është e rëndë dhe e vështirë shumë, sepse as nuk e këshillon dot shokun tat, vllajën tat. Ai din shumë mirë ç'është thot Islami për veshjen e vajzës, për veshjen e motrës, i din shumë mirë ç'do i thosh aty. Domethënë të shëllur për hir të Allahut ka dal goca tu ka bë llogere, tu ka bë ç'do i thosh? S'ke ç'do i thosh? Sabër. Dhe njeriu vazhdimisht duhet i lutet Allahut. S'ka kush siguri. Vallahi bilaj, nuk ka kush siguri. Duhet me i bë dua Allahut dhe duhet me punu me fëmijët tanë. Duhet me punu me fëmijët tanë, sepse me të vërtetë jetojmë në një kohë sfidash të mëdha dhe sprovash.